Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shkundur politikën dhe veçanërisht qeverinë shqiptare. Aksioni në Venezuelë u pasi një mesazh i Trump për shumë lider të tjerë autoritar apo të lidhur me drogën. Në Shqipëri pati entuziazëm te opozita dhe heshtje nga ana e kryeministrit shqiptar, por mesazhi goditës ka ardhur sot. E ngarkuara me punë e SBA Nancy Van Horn ka shkuar sot në SPAK ku ka takuar krerët e rinj të SPAK dhe BKH. Ajo ka vendosur të flasë me fjalët e Marco Rubios. Ne do të përballemi me kartelet e drogës kudo që ndodhen. E ngarkuara me punë Nancy Van Horn përgëzoi kryeprokurorin e posaçëm në SPAK Klodian Braho dhe kreun e BKH Joni Keta për rolet e tyre të reja drejtuese, duke ritheksuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për përpjekjet e SPAK në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut të narkotikëve. Siç ka deklaruar sekretari Rubio, ne do të përballemi me kartelet e drogës kudo që ato ndodhen dhe kudo që veprojnë kundër interesave të Shteteve të Bashkuara. Detyrimi kryesor i presidentit është të sigurojë interesin kombëtar dhe sigurinë kombëtare të popullit tonë. Së bashku ne do të qëndrojmë të bashkuar në luftën kundër krimit ndërkombëtar, njofton ambasada e SBA-s. Si Klodian Braho, ashtu edhe Joni Keta janë dy figura që gëzojnë mbështetjen e amerikanëve. Vetë ambasada e ka ndjekur nga afër zgjedhjen e tyre dhe sot Van Horn u ka dhënë mbështetje që të vijojnë goditjet njësoj si në epokën e Dumanit, por mesazhi për kartelet është shumë i fortë. Ambasada ka folur shpesh për krimin ndërkombëtar dhe lëvizja e parë u dha pak muaj më parë, ku u sanksionuan vëllezërit Hysa si të lidhur me Sinaloan. Ata kanë pasur takime me Ramën. Vetë Shqipëria po konsiderohet nga shumë media të huaja si një narkoshtet dhe mesazhi sot është i qartë se amerikanët nuk tolerojnë asgjë që u cënon sigurinë.